Prandaj Musa e Sam, sikurse u apo të përmend, ka kalu në disa etapa në shkollën e tevekulit. Fillimisht kur e ka gjujt shkopin, ju ka shënuar ngjarpën, u ik. Ka thënë Allah xhelalu ala la takhaf. Ustot po kape. Innehu la yakhafu ladayya al-mursalun. Tonë prej ta mutut pejgamber zbavakia ke punë. Që shtonë je po tutesh. Ktheu. Pejgambert nuk tutet na prit me ktheu, kape. Si e ka kap është kthy në shkop apo. Kjo është e ka kry klasën e parë. Tani ka vazhduar më tutje me kur i ka thënë Allah xhallahu ala shkot e faraonit. Ka unë kam një gjuna ku bota ata, a bën me çu Harun, ka unë s'bën Harun ti ki me shkuan. Ka unë slas mirë në Belbaj ka pa ka thënë që Haruni flet. Ka unë ky është në bërshtet ti ki me folë. Ti ki me thon faraon ti si e zotë, ti ki me thon. Allah kjo punë e madhe apo. Apo ka unë inni ma akuma asma'u ara. Apo shka, unë jam të dëgjuar të po. A ki ball? Po, sa dush. U hitë e faraoni, Allah i ka unë e po të shoha dhe po të... Tash kjo është shkollë. Kër e kam poshtë faraoni aty, e ka kalu, ka kërku faraoni dë luftim. Kjo është hala me e madhe atë. Apo, se para gjithë njerëzve, para gjithë popullit, tash me dëshmu se ti e ki mira. I kam ledh faraoni sirbazët më të majtë njohur atë. Madje për magjin që kanë bërë sirbazët e faraonit ka thonë, Allahu xhela ka thonë se ka gjau bi sihrin adhim. Allahu ka nërë me magji të madhe. Ka qenë magji të mërësisht e madhe që kanë bërë ata. Edhe Musa me njerë e mrena kanë Allahu që më stutë. Gjuje edhe. Ti kime fitu apo. Ti kime fitu. A e ka gjujtë sa i po. Ka qenë dozë me përmërsu me sërën e parë, por ka qenë pregaditja për. E kër i kam poshtë sirbazat në këtë mejdan, e ka kry shkollën e tevekulit, e ka njoftë Allahun praktikisht, se si Allah xhallahu i ndihman dhe është me te, pastaj kër është vërsullu ushtëria e faraonit me në zonë, apo, edhe për para ka pas detin, kjo është situatë me aftirë se parat. E po ta që ka kry, e murë vesh mësimin. I kanë thonë, wa qala ashabu Musa inna le mudrekun. Thanë ashab të Musës, në nëzënën, s'ka mu, faraoni për mas, deti për para, të pika, s'ka mu, në nëzënën, inna le mudrekun. Apo, sa ta e kam pa një tjetërin, qka që afer kanë qenë, apo, e kam pa, subhanallah, ka thonë kella, e këtu pa, tash, qështët nëzansi i shkollum, apo qështët si, kella, inna ma i rabbi se jehdi, thonë kur zbava kje këtë mundë, s'ka shansë në nëzonë, pse, unë e kam zotin tem, a i konë mëzu. A i ka thonë se jehdin. Edhe ka përdo fjallin se jehdin të hidajas që kemi mësu të udhëzimit, apo e s'ka thonë se ju në gjinë, s'ka thonë ka me më shpëtu, po ka thonë ka me mëzu. Edhe këtu ka sekret, pse s'ka thonë ka me më shpëtu? Këtu a ka pas në Musa për udhëzim a për shpëtim? Për cilën ka pas në ujë? Ja, për udhëzim ka pas në ujë. Që ta e ka lëtë për udhëzim atë. Pse? Se shpëtimi nuk nënkupton e udhëzimin. Udhëzëm, mundet me të shpëtu, pa të udhëzua. A ka mundësi? Ka mundësi. E shpëtën Allah dikën atje, e thotë, ku, elhamna që më qëllun do para se s'ke shtu pështu. Ki ka pështu, sa hi, pa është udhëzum. Ja, në mundësëm me shpëtu, që shpëtimi në bën ma të udhëzum, kur dalën ma tjapë. Se hedin, a i mi mësën udhëte, knasisë Allah xhallahu xhelalu. Shpëtimi i cili është konform knasisë Allah, jo shpëtimi i cili është konform qetësisë shpirtërore. Dallon me pështu me u qetësu vet. Edhe dallon me pështu me kënaq Allahun. Këto dy shpëtime ndryshme, apo e ka thonë mundëzama me udhëzu, do pështon që ti më keni kënaqur në çfarë sot. Ai shiko, çfarë gjendje? Çka ka sjell topën? Çaj Musa që i ke pini shkopi. Tash krejt faraoni ju ka gju për mas me e kap. Edhe shumë i idhnum. Ka thonë, inna minhum lega i dhun. Fat në kanë idhnua, për. Shtu ka thonë faraoni. Innahum le shirdhimetun qalilun. Këta e ndër rebela, një grusht i vogël. Unë e tashua ka dhe qefin. Se fat në kanë idhnu këta mua, për. Shtu me qitë mlef është vërsul për baltyna, për. S'ka qenë i mlefusën kështu në palat.
Tash më dhe fosën. Se ja ka prish arshin. Gruaja Faraon ka besu mas saj apo. Ja ka shkatruar familjen. Si pasojë në poshtë se sirbazë, tash është ndryshe. Megjithatë, Musa kësaj radhe është më i qetë se asnjëherë më parë atë. Pse? Njohi Allahu te zotërat. E ka mësuar Allahu te barekuhu te ala praktikisht.